Rikthehemi në fokus, shikues të nderuar, në këtë maraton të zgjedhjeve të 11 të majit, kur në fakt na ndajnë vetëm pak orë nga heshtja zgjedhore dhe për të shkuar më pas drejt kutive të votimit. Këto janë edhe momente fundit ku kandidatët për deputet u drejtohen zgjedhësve qytetarëve që me votën e tyre do të vendosin për një të ardhme ndryshe apo për të vijuar kështu me Partinë Socialiste apo me opozitën apo dhe me partitë e reja, ku në fakt është një mundësi shumë e mirë, ashtu si kundër është edhe nisma Shqipëria bëhet, që ka dje me vajzat e reja dhe që vjen si një alternativë pozitive për sjell ndryshimin, se jo për të çarë edhe sistemin, si kundër e ka thënë Aleksandër Runaj, kandidati për deputet, që unë e kam në studio dhe rikthehet përsëri me mua. Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në Fokus. Përshëndetje, Mal, faleminderit për ftesën. Keni zhvilluar një fushat intensive në fakt, tashmë po shkon drejt fundit, ju keni qenë në çdo zonë të qytetit, jo vetëm në Vlorë, por edhe në gjithë qarkun, në gjitha bashkitë e qarkut. Si ishte kjo fushat, si ishte kjo eksperiencë? Jemi munduar të bëjmë një fushat të bukur, një fushat model, një fushat që nuk është parë në këto 35 vjet, ja kemi arritur. Kemi ardhur te qytetarët derë më derë, shtëpi më shtëpi, kemi folur. Dua të them sot që pa diskutim që jam i lumtur nga fushata që unë vetë personalisht kam bërë, por jam sa i lumtur jam dhe i trishtuar. Kam parë syt e vlonjatëve që u ka humbur shpresa, që u kishte humbur shpresa, që mendonin se ky vend po bëhej akoma më keq. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithë vlonjatëve sot, ju lutem mos keni frikë. Dilni, merrni pjesë masivisht në votime. Vetëm ju mund ta sillni ndryshimin. Si u kanë pritur qytetarët gjatë kësaj fushate? Na kanë pritur me duar hapur, na kanë pritur si një shpresë, na kanë pritur duke na thënë se mirë se erdhët o djalë, mirë se erdhët o vajzë, mirë se erdhët, hajdeni, ju lutem kontriboni në këtë vend, na janë lutur që ta bëjmë këtë vend. Në fakt, ju fushatën tuaj nuk e keni zhvilluar vetëm në Vlorë, në lagjet e qytetit, patjetër dhe aty keni qenë ku keni denoncuar edhe problematika të ndryshme që kanë patur qytetarët në jetesën e përditshme, por edhe në njësitë administrative të Vlorës dhe mëtej Sarandës apo edhe Himarës dhe Selenicës. Si jeni ndjerë gjatë kësaj fushate në gjithë territorin e qarkut të Vlorës? Unë kam shkuar në çdo cep të qarkut të Vlorës, kam qenë në Sarandë, kam qenë në Ksamil, kam qenë në Himar, kam qenë në Selenicë, në fshatrat e Vlorës, kam qenë në Drashovic, aty ku unë jam rritur, kam qenë në Kuç, kam qenë në çdo fshat të Vlorës dhe ta them me bindje të plot që fryma është njerëzit e duan ndryshimin, e duan dhe e mirëpresin. Prandaj ka ardhur koha që të gjithë të reflektojnë dhe të mendojnë sot që një alternativë ka. Dhe kjo është nisma Shqipëria bëhet. Cilat kanë qenë problematikat që keni parë dhe keni prekur gjatë kësaj fushate, të përcjella edhe nga zëri qytetarëve, por dhe që keni ndjerë vetë në terren? Pra për çfarë ka nevojë sot qytetarët? Çfarë i shqetëson sot ata? Të ta them me dy fjalë. Njerëzit, vlonjatët sot kanë nevojë për bukë dhe për mirëqenie dhe për siguri. Ka vajtur një situata është ndërlikuar, është vështirësuar ditë për ditë. Ne shikojmë vetëm fasadën, ne shikojmë lungomare, ne shikojmë fasadat që bëhen nëpër shkolla, ne shikojmë gjërat e tjera, por ne nuk futemi nëpër lagje. Unë jam futur në çdo cep, në çdo lagje, kam parë shtëpitë pa derë, shtëpi pa çati, kam parë njerëz që vuajnë për të blerë një ilaç. Sot, kur po vija këtu në emision, më ndaloi një grua, isha duke dëgjuar një grua që po qante me lot në sy, po qante vërtet, ishte me lot në sy, kishte një djalë, kishte të sëmur, ishte 2200 lekë të vjetra, kërkonte edhe 2800 lekë në rrugë të vjetra për t'i marrë një ilaç fëmijës. Në këtë pikë kemi arritur ne. Po prapë sot vazhdon kryeministri, bën propagandën dhe ul avionin në një pistë pa aeroport. Prandaj u bëj thirrje gjithë mos u gënjeni nga kjo propagandë. Pra, ju mendoni se çështjet ekonomike, çështjet sociale janë ato që shqetësojnë sot qytetarët më shumë? Pikërisht. Nga këtu fillon çdo gjë, nga këtu fillon besimi, nga këtu fillon liria, nga këtu fillon dinjiteti. Qytetarët e Vlorës në radhë të parë duhet të kenë një mirëqenie që të jenë të lirë. Qytetarët në vlonjat nuk janë të lirë sot, po janë të prirur të mbështesin një parti politike që është në pushtet vetëm e vetëm sepse nuk kanë bukë të hanë në shtëpi. Ky është, prandaj dhe unë jam futur politikës, që të paktën të jemi të lirë nga kjo anë, të paktën të kemi një mirëqenie të caktuar, të kemi një që dhe ne të mendojmë
të mendojmë mirë, të mendojmë qetë, të mendojmë pa parti politike. Ky është qëllimi im i vetëm se janë futur në politikë sot. Nisma Shqipëria bëhet, çfarë ofron për të zgjidhur këto problematika për të përmirësuar jetesën e qytetarëve? Ndershmëri në radhë të parë, dinjitet, punë me qytetarët, dhe gjëja më e rëndësishme është që ne, si Nisma Shqipëria bëhet, dhe unë Aleksandër Runaj, e shikoj politikën si përgjegjësi, dhe jo si me privilegj. E shikoj si një punë të ndershme që duhet të bësh ditë për ditë me qytetarët, për qytetarët. Pra, ju këto premtoni? Premtoni ndershmërinë, premtoni që do t'i zgjidhni këto probleme sociale, ekonomike që ata kanë? Përgjegjësi, meritokraci, punë të ndershme, mjafton mos të vjedhësh në këtë vend Ermal dhe çdo gjë e ke kryer. Dhe të punosh me dinjitet. Këto janë dy pikat kryesore. Ta shikojmë shtetin jo si pronën tonë, po si një e mire për bashkët. Se nuk është prona ime në fundit. Shteti shqiptar nuk e ka fajin se kanë kapur, se ky sistem është i kapur dhe është i kalbur. Shteti shqiptar nuk është kjo. Prandaj dhe duhet bërë më e mira për këtë vend. Flasim pak tani për programin e Nisma Shqipëria bëhet. Ne pak a shumë i kemi prekur edhe në bisedën e parë që kemi zhvilluar bashkë, por atëherë sapo kishte nisur edhe fushata. Duke qenë se po shkojmë drejt fundit të kësaj fushate dhe qytetarët duan që të mësojnë më shumë rreth alternativës tuaj pavarësisht që i keni takuar dhe u keni folur. Por na flisni pak për disa nga pikat kryesore të programit. Atëherë unë po i bie shumë shkurt sepse ne kemi 4 shtylla kryesore të programit tonë, të Nismës Shqipëria bëhet, unë 4 shtylla kryesore duhet i kap me SSB-n, është hapja e listës. Vota e diasporës ne arritëm me sukses, ne mblodhëm 21.000 firma, ne ishim 1 vit e gjysmë në teren, në shi, në borë, në diell, i kemi marrë ato 21.000 firma, i depozituam në parlamente. Fal, Shqipëria bëhet sot është e mundur që dhe diaspora të votoj dhe ka votuar. E dyta është listat hapura, ne nuk pajtojmë kur me listat e mbyllura, nuk pajtojmë kur me servilizmin që i bëhet kryetarëve. Ne jemi vetëm për listat hapura që çdo qytetar shqiptar, çdo qytetar vlonjat të votojë atë që i do zemra. E treta dhe më e rëndësishme është depolitizimi i administratës zgjedhore. Ne do ta zhdukim numërimin dhe komisionimin nga partitë politike, nuk do të ekzistojë asnjë parti politike në zgjedhje. Çdo të thotë kjo, do thotë që profesionet e lira do monitorojnë, do numërojnë dhe do komisionojnë dhe do certifikojnë zgjedhjet. Nuk është e patolerueshme që akoma në 2025 partitë politike numërojnë, certifikojnë apo bëjnë çdo gjë të mbushme. Ne i duam profesionet, ne do vendosim profesionet të lira, që do të jetë një avokat, do të jetë një notar, do të jetë një mjek, cilët janë me licencë. Edhe nëse bëhet një shkelje, ata nuk e rrezikojnë licencën e tyre sepse është buka e fëmijëve të tyre. Ashtu sikur është në Gjermani. Po, siç është në Gjermani. Unë kam qenë komisioner në Gjermani dhe e di shumë mirë këtë program dhe funksionon me vite të tëra. E katërta dhe jo më pak e rëndësishme janë referendumet, duhet të kthehet në dorë pushteti i qytetarëve. Është e papranueshme që mos të ekzistojë një referendum në një vend që ne duam demokracinë dhe synojmë të vemi në Europë. Fjalën e fundit duhet ta kenë qytetarët Ermal. Çfarë do lloj padrejtësie që ata mund të shikojnë në fund të ditës, ata duhet ta ndeshkojnë me referendum. Do ta bëjmë të mundur që referendumi të jetë zëri i qytetarëve dhe vendimi i fundit. Këto janë 4 shtylla, tani mund të flas për arsimin, ne kemi kushtuar shumë kohë arsimit, ne duam që arsimin ta ngrëm të ketë investime reale për arsimin tek mësuesit, tek shkollat, tek programi i arsimit. Duam të bëjmë të mundur që 2 vjeçarin e parë që ne vim në pushtet ta ngrëm në 5% investimet në arsim, mbas 2 vjeçarit duam ta çojmë në 7%, besojmë fort tek arsimi, këtu duam sepse vetëm me njerëz të arsimuar mund ta bëjmë Shqipërinë. Për të rinjt? Për të rinjt pa diskutim, kemi program fantastik, kemi për familjet, për çiftet e reja. Dim shumë mirë se sa e vështirë është sot që një çift i ri të marrë të ketë mundësinë të blejë një shtëpi. Atë kemi në programin tonë, e kemi deri në 80 metra katror, një çift i ri ka të drejtën vetëm një herë në jetë të marrë një shtëpi dhe garanti del shteti dhe përqindja e interesit do të jetë 1%. Këto janë pikat më kryesore të programit. Po për ekonominë, pra për pensionistët, për pagat, për pensionistët dhe personat në nevojë kemi pikërisht një program më të detajuar, aty kemi lënë një minimumin jetik
200 euro nuk do ketë pension, ndihmë ekonomike apo diçka tjetër në 200 euro. Këtë nuk e themi neve, nuk e kemi nxjerrë ne si 200 euro, e thot avokati i popullit. Avokati i popullit thotë që në Shqipëri të mbash frymën gjallë duhen 200 euro. Për këtë ne kemi thënë para 6 muajve, kemi dalë dhe kemi thënë që nuk do ketë pension apo ndihmë ekonomike apo diçka tjetër në 200 euro. Dhe çdo vit pensioni do të ngrihet me 25.000 lekë të vjetra. Që do të thotë në krye të 4 vjetëve, një pensionist që ka pas 200.000 lekë do ta ketë 300.000 lekë të vjetra, një pensionist që ka pas 350 do ta ketë 450 e kështu me radhë. Jo, doja të thoja edhe diçka tjetër për sa i përket ekonomisë. Ne synojmë te taksa e shesh, 10%, çdo biznes 10% dhe punën e parë dhe nuk do taksohet më asnjë person që bën punë të parë apo punë të dytë, çdo gjë mund të mblidhet, do të taksohet vetëm 10%. Çdo biznes që bën xhiro deri në 200 milion lekë të vjetra në vit e ka tatim mbi fitim 0. Si është sot situata e biznesit? E vështirë sepse nuk ka meritokraci. Shumë e vështirë sepse të vinë tatimorët çdo muaj dhe ne të vërtetën duhet ta shikojmë në sy. Unë dëgjoj në biznes kur takoj nuk na lën tatimorët. Ne këtë gjë do ta zhdukim, nuk do ketë tatimor, nuk do ketë dot mundësi një tatimor të shkojë në biznes dhe të kërcënoj apo të marri rishvete, siç e dim gjithë, që të marri rishvete në biznes i vogël. Nuk do të ekzistojë asnjë tatimor në terren. Këtë gjë do ta zhbëjmë. Dhe ju do të përmirësoni dhe situatën e biznesit duke i lënë më shumë hapësira, apo duke ulur taksat? Duke ulur taksat, duke lënë një treg të lirë për të gjithë, duke i dhënë frymë qytetit, biznesit dhe të gjithë njerëzve. Runaj, në vitin 2013 ju keni udhëtuar drejt Gjermanisë, sikundër e kemi thënë edhe në emisionin e parë për studime profesionale, por përfunduat aty studimet e larta për inxhinieri hidroteknike. Për çfarë ka nevojë sot Vlora sipas jush në këtë drejtim, pra në këtë fushë që ju jeni, në drejtim të rrjetit kanalizimeve, dhe a keni mundësi ju, nëse nesër do të vini në pushtet dhe do të keni fuqi apo do të shkoni në parlament, për të sjell investime dhe për të bërë disa ndryshime që në fakt duhen? Atëherë gjëja e parë dhe më kryesore e një njeriu që të jetojë i qetë në rast të parë është furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizimi. Vlora vuan. Është viti 2025 dhe akoma nuk është premtuar 35 vjet ujë i pijshëm, a thua se uji po vjen nga hëna dhe të ta çonim në hënë do ta kishim çuar më shpejt, do ta kishim çuar në hënë sesa ta sillim në Vlorë. E di pse? Tenderat për të bërë kanalizimet dhe ujë pijshëm, e di se sa herë kanë dalë, të paktën 10 herë për qytetin e Vlorës. Jo vetëm për qytetin e Vlorës, por edhe për fshatin. Po tenderat janë vjedhur. Dhe problemi funksionon, problemi nuk është tu, problemi është mungesa e transparencës. Vërtet ti mund ta marrësh një tender, o zotëri, po ti duhet të kërkosh, ti duhet të japësh llogari për këtë tender që ke marrë. Ne do ta zhbëjmë këtë gjë. Unë i di shumë mirë tenderat që jepen, i di shumë mirë koncesionet që jepen, është e turpshme që këta që kërkojnë mandat të 4, apo të 5, apo çfarë duan këta, apo duan të bëjnë sultan fare, është e turpshme që të gënjejnë popullin sy në sy. Është e pa tolerueshme të jepet një koncesion 40 vjet apo 30 vjet si e kanë, si e bëjnë këta, kur ti në fundit o zotëri e mandatuar vetëm 4 vjet. Kush ta jep ty të drejtën sot që popullit ka dhënë vetëm 4 vjet besim, të më japësh mua koncesione dhe ta privatizosh gjithë Vlorën për 40 vjet. Këto gjëra do shbëhen, këto gjëra do rishikojmë kur të vim neve në pushtet dhe do i vej e drejta aty ku duhet të vej. Dhe në momentin që këto gjëra do shbëhen, ma beso që çdo gjë është e mundur. Uji i pijshëm është i mundshëm, kanalizimet janë të mundshme, dritat janë të mundshme, zhvillimi i qytetit, rritja e ekonomisë së qytetarëve dhe çdo gjë tjetër. Për Vlorën çfarë do të bëni tjetër? Pra nëse nesër do të jeni në parlament pas zgjedhjeve të 11 majit, çfarë do të bëni ju si Aleksandër Runaj për qytetin më shumë? Ermal, në rast të parë unë nuk do të shkoj në parlament, po kur të kemi seancën plenare do të jem në parlament, unë që ditën që do të mandatohem si deputet i Vlorës, unë atë ditë do të hap zyrën time në Vlorë, unë do të jem ditë për ditë në Vlorë me qytetarët këto 4 vjet, do të jem ditë për ditë me problemet e përditshme që Vlora ka dhe do mundohem me mishe, me shpirt, me energjinë që kam t'i zgjidh çfarë do lloj problemi. Vlora ka shumë probleme, vlonjatët kanë shumë probleme, por gjëja më kryesore është shpresa. Shpresa dhe zhvillimi që dua të kenë të rinj. Ne si forcë politike, unë si djalë me energji dua ta zhvilloj të bëhet Vlora jo të rinjt të ikin në Tiranë,
por të jetë Vlora një vend me zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik në Vlorë. Se mundësit i ka, por nuk është dhënë, por është vjedhur, të duhet ta them. Kush mendoni ju se do ta votojë nisma Shqipëria bëhet? Elektorati gri, socialistët, demokratët, të zhgënjyerit, kush? Elektorati gri, unë nuk e quaj elektorat gri, më vjen keq se unë vi nga një shtet që nuk ekziston elektorati gri, nuk ka asnjë elektorat socialist apo demokrat, nuk ka një preferencë të caktuar, nuk ka njerëz ndar. Unë nuk e quaj elektorat gri, e quaj njerëz që votojnë sepse besojnë që Shqipëria mund të bëhet. Kaq. Janë njerëz që nuk janë militant, unë besoj se çdo socialist i ndershëm, çdo demokrat i ndershëm do na besoj dhe do na japi votën, sepse e di shumë mirë që vetëm kjo është alternativa e duhur për Shqipërinë. Ju keni bërë zgjedhjen e duhur që jeni te nisma Shqipëria bëhet personalisht? Unë kam bërë gjën e duhur, besoj fort që e kam bërë gjën e duhur se do ta kisha shumë herë më të lehtë. Ti bashkohesha një parti të madhe politike, por siç thash, unë i dua dhe i kam qejf gjërat e vështira dhe gjërat e ndershme. Unë dua që nesër kur të mbaroj këtë punën e deputetit, të paktën të thuhet një llaf i mirë dhe të thuhet ky djalë kontriboi për këtë vend. Ky djalë e deshi Vlorën me shpirt. Dhe këtë gjë kërkoj. Por në fakt do ta keni të vështirë, jeni në listën e hapur, të gjithë kandidatët e nisma Shqipëria bëhet është në listën e hapur. Çka do të thotë që keni një garë apo një rivalitet jo vetëm me kundërshtarin, por edhe brenda jush? Unë, siç të thash, të gjithë jetën time akademike kam zhvilluar në një shtet siç është Gjermania, jam mësuar se çdo të thotë puna në grup, e respektoj punën në grup, ne jemi një grup fantastik, ne punojmë të gjithë në grup, ne nuk kemi asnjë ambicie kush është më i zhvilluar atë ndihmojmë, besoj shumë, ne nuk kemi asnjë konflikt. Neve po punojmë të gjithë që të nxjerrim një deputet. Kërkojmë të nxjerrim një deputet në Vlorë jo për faktin se ne kërkojmë një mandat, po duam ta çajmë sistemin. Dhe do ta çajmë. Kur thoni do ta çajmë sistemin, do ndryshoni sistemin? Do ketë, Erman, po vjen koha që sistemi do ketë krizë. Ky sistem nuk mund të ekzistojë. Shqipëria nuk është sistemi kalbor, nuk është ky sistem që është kapur 35 vjet. Më vjen keq që shumë njerëz e shikojnë, e lidhin Shqipërinë apo Vlorën e lidhin me një sistem të kalbur. Por unë dua t'ju them sot që neve nëse marrim një mandat të konsiderueshëm, që pa ne është e pamundur të krijohet një qeveri, ne nuk do ta bëjmë. Edi Rama do jetë në opozitë. Ne nuk bëjmë asnjë koalicion me asnjë parti politike. As me Partinë Demokratike nëse do të vinë në pushtet? Nuk do të ketë asnjë për arsyeën e vetme se ne duam ta çojmë në zgjedhjet parakoshme. Ne duam ta zhbëjmë, ne duam ta çlirojmë një herë mirë administratën publike nga zgjedhjet. Ju e dini shumë mirë se kush po investoi dhe sa e vrrullshme është administrata publike sot në zgjedhje. Ne këtë gjë duam ta zhbëjmë. Administrata publike do ketë çdo punëtor i ndershëm i administratës publike nuk e ka të nevojshme të merret me politikë, nuk e ka fare të nevojshme, se ai ka shpatullat e tij. Ndaj i bëj thirrje gjithë vëllezërve dhe motrave në administratë publike, mos keni frikë. Dilni, votoni masivisht, votoni këtë ju doj zemra. Ne jemi këtu në krah tuaj. Sa mandat e deputetësh synoni në të gjithë vendin? Pra keni objektiva? Objektivi, unë nuk e lidh dot me mandate, ne mund të marrim 3, mund të marrim 30, mund të marrim dhe 71, atë e di populli, atë e din qytetarët e Vlorës. Unë besoj shumë që populli dhe qytetarët e Vlorës e kanë kuptuar që alternativa e vetme për ta bërë Shqipërinë është nisma Shqipëria bëhet. Dhe juni për ndryshimin e sistemit, edhe sistemit zgjedhor dhe sistemit politik në Shqipëri. Lista tërësisht të hapura, këtë kërkoni? Ne kërkojmë lista të hapura 100% dhe e di çfarë duan këto? 2 ditë punë. Në këto 35 ditë, 2 ditë punë duan. Duan frymë, duan vullnet. Ne do ta çbëjmë kryetarokracinë. Është e pamundur që me një VKM të merren vendime jetike për qytetarët e Vlorës. Nuk mundet dot kurse si ne këtë gjë do ta çbëjmë, ne pushtetin do ta ndajmë. Nuk mund të kemë dot pushtet totalitar në një vend që po vjen në radhë parë, duam demokracinë. Ne po kërkojmë të marrim pasaportën europiane, thot kryeministri, ku ne nuk kemi kushtet më elementare të demokracisë. Ç'më duhet mua pasaporta europiane? Prandaj kjo gjë duhet të ndryshojë dhe do ndryshojë me se s'bën. Pushtet totalitar nuk do ketë më në Shqipëri. Ju jeni nga ata të rinj të cilët jeni larguar jashtë Shqipërisë për studime, por edhe për një perspektivë më të mirë. Kur jeni kthyer tashmë për t'i hyrë kësaj rruge, si u zhdukur Shqipëria, si u zhdukur Vlora?
Unë kur vija me pushime, të jemi sinqert, e shikoja vlorën sikur po bënte një progres. Sikur ishte në një rrugë që po zhvillohej. Kur u futa më në brëndësi që erdha dhe ndëjta shumë dhe fola me qytetarët, të gjithë më thoshin në fillim, se tani kanë kuptuar energjinë time, kanë kuptuar qëllimin e mirë që unë kam për këtë vend. Në fillim kur erdha javën e parë më thoshin, po ç'të duhet ty? Ti je me 2 pasaporta, ti je mirë, ti je një inxhinier, ti je në sistemin europian. Pse erdhe ti? Pse merresh ti me ne? Pse merresh ti me Europë? Pse merresh ti me Çolen? Pse merresh ti me Drashovicën? Pse merresh ti me Kuçin? Çfarë të drejtë? Nuk e gjen dot drejtën këtu ordinat. Po pikërisht kjo gjë mua më dha shtys. Më dha shtys që të thoja ore dale. Jo, unë erdha jo për veten time. Erdha për familjen time, erdha për familjet vlonjate, erdha të bëj një gjë të mirë për vendin tim dhe do ta bëj. Dhe për këtë gjë jam i sigurt. Unë nuk heq dorë si me mandat, si pa mandat. Unë këtu do jem, këtu do vazhdoj të luftoj për vendin tim dhe ta din mirë që ky person, Aleksandër Runaj, është futur me gjithë shpirt politikës dhe nuk do heq dorë kurrë. Nuk ka hequr dot dorë 13 vjet në Gjermani, në gjithë sfidat që kishte, dhe nuk do heq dorë kurrë as në Shqipëri. Sepse dua vendin tim, dua vlorën time, dua vlonjatët e mi. Unë uroj që hyjeni në parlament për shkak të energjisë, por edhe të kontributit të siri apo të formimit tuaj. Por nëse nuk do të arrini këtë gjë, çfarë do të bëni? Do të kontriboni sërish në politikë apo do të zhgënjeni dhe do të shkoni në Gjermani? Jo, e vetmja gjë që jam krenar që kam mësuar në Gjermani është që unë nuk zhgënjem kur, atje zhgënjesh, patjetër se çdo gjë është që ti duhet të arrish vetesh me meritokracia në radhë të parë dhe në fundit ti provon, po në fundit arrin, unë nuk do zhgënjem, unë do vazhdoj këtu, do bëj politikë, do merrem me qytetarët e mi, do jem pjesë aktive e politikës. E di pse? Sepse profesioni im nuk është politikan, Erman. Profesioni im është inxhinier. Unë nuk e dua politikën për profesion. Ne kemi këtu njerëz në parlamentin shqiptar që profesioni vetëm që kanë mësuar në jetë është politika. Helmut Schmidt, ish kancelar i gjerman, një njeri shumë i nderuar i Gjermanisë, gëzon respekt në gjithë botën, thotë një gjë, një person që i shfutur politikës dhe ka profesion politikën, ka ardhur për të vjedhur. Dhe ne kemi shumë, që na krerët e opozitës dhe të pozitës sot në pushtet, jo e dini mirë. Edi Rama nuk ka asnjë profesion ti, apo persona tjerë që nuk dua t'i përmend. Njerëzit e kanë parë politikën si profesion. Unë nuk e shkoj politikën si profesion, unë e shkoj politikën si pasion dhe si dëshirë për të bërë mirë për vendin tim. Më komentoni pak listën e nisma Shqipëria bëhet. Pra pse qytetarët duhet votojnë këtë listë? Çfarë ka ndryshe kjo listë nga listat e tjera, Partisë Socialiste, Partisë Demokratike Shqipëria Madhështore? Jo, ne jemi njerëz të ndershëm, jemi njerëz të punës, jemi njerëz që nuk kemi qenë asë një ditë në pushtet, jemi njerëz që nuk e shkojmë politikën si një emir personale, po shkojmë si një emir e përbashkët për qytetarët e Vlorës, janë njerëz të studiuar, njerëz me profesione, janë njerëz të kompletuar profesionalisht, dhe janë njerëz që kanë energji të plota dhe duan ta bëjnë këtë vend. Unë listat e partive tjera politike nuk mund t'i komentoj dot, nuk kam se çfarë të them për ato, më vjen i uroj suksese patjetër gjithë kandidatëve që janë në listë të hapur, vetëm me ata mund t'i uroj. Pastaj personat që janë në listë mbyllur janë disa servila që i kanë bërë qefin kryetarit dhe i ka vënë kryetarin në listë parë, 2 apo 3 apo të sigur. Nuk kam çfarë i komentoj atyre. Personat që janë në listë hapur, po i shikoj që po punojnë, djemë dhe vajza fantastik, djemë të rinj, pavarësisht se janë një parti të gabuara dhe të konsumuara dhe të ezauruara, i uroj suksese dhe gjithë mira. Si do mbroni votën tuaj kur të numërohet? Nuk keni as komisioner, as numërues? Si? Jo, ne nuk kemi komisioner sepse ligji i këtyre na i ka bërë këtë gjë, por ju them me bindje të plot që sot këto zgjedhje janë zgjedhjet që nuk do preket asnjë votë. Ne kemi mbështetje të jashtëzakonshme nga ndërkombëtarët, ne kemi mbështetjen e SPAK-ut, ne e mbështesim SPAK-un, e dim shumë mirë, për kësaj radhe asnjëri nuk mundet dot të tallet me votën dhe me dinjitetin e qytetarëve vlonjat. Ndaj i bëj thirrje sot të gjithë komisionerëve apo numëruesve, mos t'i fusni duart e dëshira për të ndryshuar e qytetarëve. Mos u ngatroni me votën e qytetarëve. Runaj, për të parë votojnë emigrantët, ju thatë se është pikërisht merita e nisma Shqipëria bëhet. E keni mbështetjen e emigrantëve?
Pa diskutim që është merita jonë, si që theksova, ne mbrodhëm, depozituam 21.000 firma, ne kemi ikur me printer në krah. Lagje më lagje, qytet më qytet, ishim me printer në krah, se duhet dhe kartet identitetit, se këta donin ta bënin akoma të vështirë, e bëm të mundurit, depozituam në parlament, sot diaspora voton. Unë kam marrë mesazhe falënderuese nga të gjithë, nga Gjermania, nga Kanadaja, nga Filadelfia, nga Italia, Greqia, nga Kreta, nga shumë vende të ndryshme. Diaspora është me ne, diaspora është për ndryshim dhe diaspora do ta sjellin ndryshimin. Keni kontaktuar me përfaqësues të diasporës, me emigrantët tanë atje, si i keni takuar, keni folur në telefon, keni kërkuar mbështetjen për nisma Shqipëria bëhet për ju personalisht? Pa diskutim, unë kam folur me shumë emigrant, pa diskutim në Gjermani, aty ku unë jetoj për 13 vitesh, më kanë dhënë një suport maksimal, kam kërkuar ndihmën, kam kërkuar mbështetjen, ata janë me ne, ata janë energjik, ata mezi presin ndryshimin në Vlorë, sepse ëndra e çdo personi që është jashtë Shqipërisë është një ditë të kthehet te vatani vet. Për të jeni të sigurt. Asnjë vlonjat se e dëgjoj shumë në për kafenet e lagjeve apo në për vende të tjera që thonë, mos ai është rregulluar, ai s'do kthehet më. Jo, çdo emigrant, çdo djalë, çdo vajzë që është në emigrim, ma besoni këtë gjë, që një ditë e ndëron të kthehet te vatani dhe te shtëpia e vet. Dhe kur do të kthehet? Kur të bëhet Shqipëria. Dhe bëni vetëm ju? Shqipërinë e bëjmë, Shqipërinë nuk është se e bëjmë vetëm neve, Shqipërinë e bën sistemi i ndershëm. Ne nuk kërkojmë një gjë të madhe, ne kërkojmë që të kemi një sistem të ndershëm. Ky është qëllimi i vetëm. Unë nuk e shikoj politikën si një sukses personal. Unë sot jam, nesër nuk jam, nuk e shikoj që vetëm me Edin mund të vemi në Europë, më vjen keq. Unë do të jem në politikë për aq kohë sa unë duhet të jem në politikë. Unë mund të kontribuoj për qytetin tim dhe për Vlorën time 4 vjet, mund të kontribuoj dhe 8 vjet. Unë nuk dua mandat të përjetshëm. Unë nuk e shikoj politikën si një sukses timin dhe të siguroj jetën time. Çfarë është politika? Unë jam i prerë dhe eci me parimin që mandatet duhet të jenë kufizuara. Nuk e shikoj politikën që ti të marrësh mandatin dhe ta gëzosh 16 vjet apo 20 vjet. Jo, mandatet kufizuara, 1-2 mandat, ti do kontribuosh për vendin tënd 8 vjet, do vi, do ndryshoj, kështu ndryshon edhe fryma. Kështu ka dhe përmirësim, kështu ka dhe meritokraci, kështu ka dhe zhvillim në fund. Çfarë është politika për ju? Politika për mua është arti i të bërit mirë, pavarësisht se në Shqipëri është arti i të bërit keq. Unë politikën e shikoj si diçka, si mekanizmi i vetëm, duhet thënë, është mekanizmi i vetëm që të ndryshoj një vend. Prandaj dhe jam futur politikës, unë kam qenë pjesë aktive në rrjetet sociale, kam qenë një djalë që kam kritikuar, kam qenë djalë, po kjo nuk mjafton. Ne duhet të marrim pjesë masivisht dhe të jemi pjesë aktive të politikës për të sjellë ndryshimin në vendin tonë. Është vetëm një mënyrë që ne kemi. Ju ka mbështetur familja që të futeni rrugës politikës? Më kam mbështetur dhe jam krenar për babain time, jam krenar për nënën time, jam krenar për gjithë familjen time. Ditë për ditë më japin mesazhe falënderuese, më japin mesazhe që më bëjnë të ndihem mirë, më bëjnë të ndihem me këmbë në tokë dhe më bëjnë që të mos të heq dorë kurrë më nga politika. Na flisni pak për familjen tuaj. Ne jemi një familje e respektuar e Vlorës, neve jemi runajt janë një fis i madh, ne jemi një fis i madh, duhet thënë, jemi njerëz që kudo që unë shkoj dhe takoj marr komplimente. Jam krenar për familjen time dhe kaq, se nuk mund të flas dot për veten time, po ja lë njerëzve të tjerë që të. Ka patur një personazh apo një histori që ju ka mbetur në mend gjatë kësaj fushate? Një qytetar, çfarë? Po, ka qenë një rast në treg, tek tregu i madh në Vlorë, tek Kapelia. Më pa një person, më njëjti, nga rrjetet sociale pa diskutim, më ka bërtitur me të madhe dhe më ka thënë, o ti runajve. Ati unë djeva krenar për mbiemrin tim, unë djeva krenar për punin që unë po bëj, dhe falemderit shumë njerëzve që po më besojnë, dhe po më kuptojnë që ky djalë pas ka vërtet për të mirën e këtij vendi. Se pikërisht ky është qëllimi vetëm që unë kam marrë dhe besoj se ju e njihni me CV-n time, ju e dini që interesi privat dhe personal imi nuk është fare politika. Çfarë besove te Adriatik Lapaj? Besova se te Adriatik Lapaj besova pikërisht parimet kryesore që ai ka.
depolitizimi i administratës zgjedhore, lista të hapura të ndershme, vota e diasporës, referendumet. Besova te një djalë që vërtet do që pushteti të jetë i qytetarëve. Besova që që pushtetin ai e shikon si përgjegjësi dhe më besoni është Adriatik Lapa, është një person po si unë që shikon pushtetin në rast të parë si një përgjegjësi, jo privilegj. Ndaj dhe ju bashkova me fort, ju bashkova me dëshirën e madhe dhe jam këtu sot ku jam. Në fakt, ka patur disa takime ku në fakt i nështërur për entuziazëm, si që ishte takimi të Treracat, takimi në Sarand, i përmbylljes fushatës, gjithë tot kjo mikpritje që keni marrë nga qytetarët. Sepse tani më në fund të fushatës njerëzit po e kuptojnë. Njerëzit po e kuptojnë që pas ka alternativë. Unë bëra një takim, ishte takim i kandidatëve tek sheshi Treracat, ishte një takim Breslënës, aty sheshi pa diskutim u mbush, na dëgjuan, unë isha shumë entuziast, isha shumë emocionuar, sepse po ka një gjë që unë djem krenar për vetën time, është që unë e dua këtë gjë dhe jam krenar sepse e di shumë mirë që thellë në shpirtin tim unë dua të mirën e Vlorës, dua të bëj mirë për vendin tim. Ky është qëllimi. Jam krenar sepse e shikoj që dhe njerëzit po na besojnë, po na mbështesin, po na japin përkraje, po mendojnë që kjo alternativë është e duhura, ka momenti që neve të zgjedhim nismë Shqipëria bëhet. Ka momenti që ne t'i heqim këto parullat politike, e majta e djatha dhe të mendojnë për fëmijët e tyre në rast të parë, për familjet e tyre. Është mosha mesatare e kandidatëve, se të rinj jeni të gjithë. Besoj të dikut e 35 vjeç, nuk jam i sigurt. Jemi gjithë të rinj, jemi gjithë energjik, pa diskutim që ka dhe një general i nderuar, Lezha ka një kandidat për një ish general i nderuar. Po pjesa më madhe pjesa më e madhe ne jemi të rinj, jemi misionarët e parë, jemi shumë energjik dhe jemi me qëllim të drejtë, sinqert. Edhe që do ta bëni Shqipërinë, këtë do thonë. Po. Jam i sigurt, Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet shumë shpejt, nuk kanë dashur të bëhet. Erman, është shumë e lehtë të bëhet Shqipëria. Çfarë ka Zvicra më shumë se ne? Ne jemi vendi i dytë me prurje ujore, me më shumë prurje ujore në Ballkan. Ne lagemi nga të treja anët tona, lagemi me det. Ne kemi pasuri natyrore të jashtëzakonshme. Nafta jon sot, dashur Erman, nuk merret sepse nuk ka një rafineri të saktuar, nuk është zhvilluar, nuk është hedhur, nuk janë bërë investime që nafta jon të përpunohet këtu, të shqitet këtu, por ikën në Itali dhe na vjen me një çmim italian si do. Si ka mundësi nuk flet njeri për çmimin e naftës që kemi më të shtrenjtë në rajon? Pse e pas kemi neve naftën më të shtrenjtë në rajon? Kur Kosova, jo më larg, Kosova, nuk po futemi as në Gjermani, nuk po vemi as në Kosovën, Malizi, e kanë shumë më të lirë. Ne taksohemi 3 herë për një taks qarkullimi. Ne kemi, dhe kjo gjithë duhet të zhbëhet. Neve ditën e parë që ne vim në pushtet, nafta ullet me 33 lek, me 330 lek të vjetra. Janë fiks këto taksa që ky i merr për oligarkët e vet. Është e pa konceptueshme. Është e pa tolerueshme që Maqedonia ta ketë çmimin e naftës më të lirë ne. Kur futet nafta, e dini, nafta për në Maqedoni futet në portin e Durrësit. Futet në Shqipëri, kalon dhe bën gjitha të rrugë, çan Shqipërinë, del në dogan për në Maqedoni dhe është akoma më lirë se ne që kemi këtu naftën. Nuk, këto janë fakte të cilat ne duhet të shikojmë në sy. Janë fakte që po vidhet çdo gjë, është hapur. Jeni në fushat, do të vazhdoni edhe këto pak orë që kanë mbetur, që t'i takoni qytetarët, t'i bindni ju ata për të votuar në listë Shqipëria bëhet? Deri në minutin e fundit që ma lejon ligji, unë do jem aty, do jem me qytetarët, do jem duke bërë fushat, dhe do vazhdoj të bëj fushat përsëri. Unë nuk heq dorë nga politika, unë nuk heq dorë nga qytetarët, unë këtë gjë e dua me shpirt dhe do ta bëj gjithkohës. Të pëlqen politika? Politika është pension, unë e kam pas qef, unë kam filluar të ndjek politikën që 10 vjeç, kam ndjekur emisionet të ndryshme, por... Keni ndjek Nano dhe Berishën, shu i bje? E kam ndjekur... Dhe Ramën. Pa të diskuti. I kam ndjekur, më vjen keq që u rrita me
këta njerëz dhe po ndeshem, erdhi momenti që po ndeshem, sot jam 30 vjeç, që po ndeshem përsëri me këto figura politike, nuk e kisha imagjinuar. Kur isha 10 vjeç nuk e kisha imaginuar që Sali Berisha apo Edi Rama apo dikush tjetër do jetë akoma në pushtet. Është gjuna e madhe. Por gjithsesi unë jam këtu sepse politikën e shikoj si pasion, e shikoj si një art i të bërit mirë. Nuk do rresht kur së bëri mirë në vendin tim, se unë jam një njeri që dua të bëj të mira, kam bërë të mira dhe në Gjermani për shqiptarët, dhe nuk ka krenëri më të madhe të mbahesh mend për mirë, jo për keq. Dhe do të vazhdoni, edhe si do që të vej pas 11 majit. Po, pa diskutim. Jeni këtu në Vlorë me vlonjatët. Unë e theksova si me mandat, si pa mandat, unë do jem këtu krah për krah me qytetarët e Vlorës, do vazhdoj të jem pjesë aktive e politikës. Se shikoni asnjëherë veten tek dy partitë e mëdha? Jo. Nuk e shikoj veten tek dy partitë e mëdha sepse kjo është çështje parimore normal. Unë nuk mund dot të pajtohem me sistemin e kalbur. Kjo lufta ime nuk është çështje personash të përvetshëm apo parti politike. Unë e kam me sistemin e kalbur. Unë e kam me të gjithë mentalitetin politik që është krijuar. Neve, në qoftë se nuk arrim dot të sjellim një mentalitet politik europian. Dhe për këtë gjë duhet një qet njerëzish intelektual perëndimor. Ta bëjnë këtë gjë. Qoftë se ne nuk arrim dot të gjë, jo që në Europë që nuk futemi, jo që Europa nuk na hap derë, po nuk kemi për të zhvilluar as vetë si shtet. Ne do ta bëjmë Europën këtu në Shqipëri. E kam thënë dhe e rikthem, Vlora do bëhet Europë këtu. Vlonjatët do jenë këtu. Të gjithë familjet vlonjate do jetojnë dhe do gëzojnë këtu. Jo të marrin pasaportën europiane dhe të ikim në përvendje siç na kanë kur. Është fakt sot nga 2013 deri tani që 1 milion shqiptar ermal kanë ikur dhe 700.000 nga të cilët 700.000 janë me dokumenta europiane. Ky është fakt. Ky është popullim. Del kryeministri dhe thotë nuk kam bërë ndonjë krim kundër vendit tim. Ky është krimi më i madh. Ku ka krim më të madh se të heqësh fëmijën nënës? Të iki shpresa, të iki rinia. Janë 700.000 qytetarë të Shqipërisë sot që kanë ikur nga viti 2013 deri tani. Është fakt që të gjithë tregtarët apo bujkët apo bletëritët të gjithë hedhin prodhimet e tyre në kanal. Pse ndodh kjo? Është fakt që një pensionist sot, nëse nuk kanë ndihmë nga fëmijët e tyre, ky është fakt, është i padiskutueshëm, nuk blen dot ilaçet, jo më të haj bukë. Një pensionist sot merr 110.000 lekë, çfarë do t'i bëj ai 110.000 lekë? Nëse ai nuk do kishte fëmijën që do ta ndihmonte, që e kanë emigrim dhe ndihmon nga jashtë. Kto janë fakte. Kto janë të vërteta që ne duhet t'i shikojmë në sy normal. Kjo është e tmerrshme. Dhe vazhdojmë me paturpsi dhe kërkojmë mandat të katërt të këta persona që kanë lënë këtë vend të varfërohet akoma më keq, që bëjnë vetë në fasada, që po na vjen kryeministri sot në Vlorë dhe po lyen në rrugët siç ishte koha e komunizmit. A ka turp më të madh? Po pastrojnë rrugët, janë ngritur punëtorët e bashkisë sot në mes të natës dhe pastrojnë rrugët se do vi kryeministri. Kush je ti more? Kush që ti, sultani që na vin do na pastrojnë rrugët? Po bëj rrugët të jenë të pastra, bëj rrugët që të jenë të mira, që të mos kesh nevojë ti pastrosh. Që dhe qytetari kur del të jetë i kënaqur, të jetë i qeshur, të jetë i lumtur. Bëhet të mirën për të vend. Kanë kaluar gjithë këto vite shteti i pavarur, jemi kaq vite shteti i pavarur, nuk ka dalë një figurë politike, një njeri të thotë, ore ky djalë ose kjo vajzë ose ky burr ja vlen dhe e bëri Shqipërinë. Nuk ka. Po mbajnë mend akoma rilindasit. Ky është turp i madh. Dhe pse duhet që në 11 maj qytetarët të votojnë nisma Shqipëria bëhet dhe Aleksandër Unaj? Qytetarët e Vlorës nuk duhet të bëjnë asnjë gjë. Nuk ka nevojë, nuk ka detyrime. Qytetarët e Vlorës duhet të kuptojnë që ka ardhur momenti që duhet të marrin vetë vendimet e tyre. Ka ardhur momenti që të mendojnë dhe të votojnë ndershmërisht. Unë jam një djalë i Vlorës dhe jam një njeri i ndershëm, prandaj ju bëj sot thirrje, më mbështesni, mos më lini vetëm në këtë rrugë, e kam për ju, e kam për familjet tona, e kam për fëmijët tuaj. Falenderoj që ishte me mua në Fokus, të uroj suksese në 11 maj. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin për deputet në qarkun e Vlorës të nisma Shqipëria bëhet Aleksandër Unaj. Faleminderit nga Fokus.